محبة والهنا وطني أتذكر من أنا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Të ndeshëm besimtar, falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah." Ju të gjithë njerëz dhe gjin keni me I marrë shpërblimet e veprave tuaja në ditën e Kiametit. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Kushdo që shpëton prej zjarmit xhehenemit edhe hyn xhennet, ai ka shpëtuar. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Nuk është jeta e kësaj bote diçka tjetër përveç se një përjetim I shkurt. Këto janë fjalët e Allahu subhanahu wa taala në surën Ali Imran, të përmbledhura për jetën e kësaj bote dhe jetën e botës tjetër, për gjithë secilin njeri dhe gjithë secilin besimtar veçanti. Innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Thot Allahu, ju keni me I marrë shpërblimet e veprave tuaja në ditën e Kiametit. Kurse në gjuhën arabe shpërblimi përdoret edhe për mirë edhe për keq. Në gjuhën shqipe shpërblimi përdoret vetëm për veprat e mira, kurse për veprat e këqija përdoret ndëshkim. Kur'an kur thot Allahu subhanahu wa taala: "Innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah", keni me I marrë shpërblimet e veprave tuaja në ditën e Kiametit, do të thotë keni me marrë edhe për ato që janë të mira dhe për ato që janë të këqija, ashtu sikur që I takon dhe e meriton pas gjykimit të drejtë Allahu subhanahu wa taala. Thotë Allahu subhanahu wa taala në ajetin tjetër: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah." Kush ka bërë vepra të mira, sa të vogla të jenë ato, ka me I pa te Allahu subhanahu wa taala dhe ka me marrë shpërblimin për to. ولا يظلم ربك أحدا. Allahu subhanahu wa taala nuk I bën pa drejtësi kërkujt. وما كان ربك نسيا. Në ajetin tjetër thotë Allahu subhanahu wa taala, Allahu nuk harron. Kurse në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Wala tahqiranna min al-ma'rufi shay'a." Kur mos I nënvlerësoni veprat e mira. Mos thoni se kjo ke vepër e mirë, po e vogël.
të gjitha e kanë vlerën e peshin e vetë dhe të gjitha kemi me gjetë te Allah subhanahu wa taala dhe kemi me marrë shpërblim për tu, sikurse edhe kushdo që i bën vepër të keq që ka me gjetë me pa edhe me marrë në dëshkim te Allah subhanahu wa taala sipas gjykimit të drejtë të Allah subhanahu wa taala, femen ya'mal mithqala dharratin sharran yara, kushdo që bën vepër të keqe sa grimca tjetër e vogël, keni me pa dhe me marrë atë që i takon gjithsecilit me marrë në bazë gabimit që e ka bën. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah, keni me marrë shpërblimet e juaja në ditën e Kiametit. Nga ajeti në fillim kuptohet se për veprat e fesë nuk ka shpërblim bazë në këtë dynjë, as nuk ka ndëshkim bazë në këtë dynjë. Edhe pse për plot veprat mira njeriu ka dobi edhe në jetën e kësaj bote. Për shumë veprat mira ka dobi edhe në jetën e kësaj bote. Sikurse edhe për shumë veprat këqija ka pasoja edhe në jetën e kësaj bote, por baza e shpërblimit për veprat e mira është ahireti, bota tjetër, edhe baza e ndëshkimit për veprat e këqija është bota tjetër. Ai që fal namaz nuk paguhet për namazin e tij në këtë dynjë, nuk shpërblehet. Po ka shumë dobi, rregullimi i gjumit, ata që e njohin, lëvizjet në sejdë në ruku, ata që e njohin, përqendrimi në aspektin mendor, ata që e njohin, ka shumë dobi. Por ne nuk falemi për shkak dobive që i fitojmë prej namazit në këtë dynjë. Edhe pse i fitojmë ato dobi, por falemi për shkak me marrë shpërblimin e ahiret. Edhe prej agjërimit ka dobi të shumta, në aspektin shëndetësor, në aspektin fizik, në aspektin mendor, në aspektin social, në shumë aspektet e tjera, por ne nuk agjërojmë për shkak të atyre fitimeve. Ne agjërojmë për shkak se Allah ka obliguar dhe shpërblimi për agjërimin është ditën e Kiametit. Në hadithet e njohura se Allah subhanahu wa taala ka thonë agjërimi është për mua dhe unë do të shpërblej për te. Edhe dhënia e zakatit, dhënia e sadakas ka përfitimin këtë dynjë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malul abdi bis sadaqa, kur nuk paksohet pasuria e robit duke dhënë sadaka. Hadithet e tjera ajo shtohet, por ne nuk japmi sadaka që më na ushtu pasunia në këtë dynjë. Për më na ushtu pasunia ne i marrim shkaqet e punojmë të gjitha. Dhe sadaka ne japim për hir të Allahut. Edhe shpërblimin me marr ditën e Kiametit, edhe pse ka dobi të tjera në këtë dynjë. Kështu edhe ai që kryen hajxha të tjera, të gjitha ibadetet ose shumë prej ibadeteve ka dobi edhe në këtë botë, ka shpërblime, kthehet e mira një pjesë edhe në këtë botë, por e mira bazë është në ahiret. Sikurse edhe për gjunohet, kushdo që i bën gjunohe, i merr disa prej pasojave edhe në këtë dynjë. Por pasoja kryesore, ndëshkimi kryesor është në ahiret. Dhe ne nuk largohemi prej gjunoheve për shkak të disa pasojave në këtë dynjë, por largohemi prej gjunoheve për shkak ndalesës së Allahut subhanahu wa taala dhe prej frikës së dënimit të cilin Allah subhanahu wa taala ka përmend Kur'an në ahiret për ata të cilët i kundërshtojnë fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah, thot Allahu ju keni me marrë shpërblimet e veprave të juve në ditën e Kiametit. Faman zuhziha 'anil nar, kushdo që shpëton prej zjarrit të xhehenemit. Wa udkhila al-janna, dhe hyn në xhennet, faqad faz, ai ka me fitu. Faman zuhziha 'anil nar, kush shpëton prej zjarrit të xhehenemit. Në një hadith të saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke përshkruar ecjen mbi urën e Siratit. Kurse ura e Siratit është urë gjatë, e vendosur në tokë, kalon mbi xhehenem dhe përfundimi i saj është në hyrje të xhennetit. Wa ma minkum illa wariduha, nuk ka kush që s'ka më shkuar aty edhe me nis ose mos me nis ata të cilët janë pabesimtarë me hyrje në xhehenem. Por
nuk ka mundësi me hyrë në xhennet pa kaluar urën e Siratit. Ura Siratit është e vështirë, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, i fundit i cili ka me kaluar urën e Siratit, ka me ecë një hap e ka me rëzu, nga se poshtë është zjarë me xhenemit. Ka me ecë një hap e ka me rëzu, ka me ecë një hap e ka me rëzu, derisa ka me kalu. Pastaj kur e kalon, thot elhamdulillahi alladhi najjani minan nar. Falëndrimit e kanë Allahu subhanahu wa taala, i cili më shpëtoi prej zjarrit të xhenemit. Faman zuhziha 'anil nar. Ajeti i fjala Allahut, kushdo që shpëton prej zjarrit të xhenemit. Ky ka shpëtuar prej zjarrit të xhenemit se ka kaluar Siratin. Thot falëndrimit e kanë Allahut që më shpëtoi. Ky Allah ka hyrë në xhennet, por është i kënaqur vetë që ka shpëtuar prej zjarrit të xhenemit. Pastaj hadithi është i gjallë dhe hyn në xhennet ky person, dhe Allahu subhanahu wa taala i thot hyn në xhennet, ky është i fundit që ka me hyrë në xhennet, Allahu i thot hyn në xhennet, dhe sipërfaqja jote në xhennet është sa 10 herë sipërfaqja e tokës që kemi qenë këtë dunjë. Dhe ky robi habitet që është i fundit, mendsi që ka pështu prej zjarrit të xhenemit, dhe Allahu subhanahu wa taala me i dhon kaq shumë, i thot Allah, o Allah, apo bën hajgare me mua? Kurse Allah subhanahu wa taala thot nuk bëj hajgare, por unë jam Allah dhe bëj çka du. Kurse i fundit që ka me hyrë në xhehenem, ose më i lehti që ka me pas dënimin në xhehenem, është një person për cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai ka me ecë mbi zjarr, mbi gaca, mbi prush, edhe trut kanë me i vlue nga nxehtësia e xhehenemit. Në një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është Abdul Muttalibi, Ebu Talibi, migja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka këtë lehtësim për shkak se i ka ndihmuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka qenë mushrik. Por lehtësimi nuk i ndihmon atij me dalë prej zjarrit të xhehenemit për shkak se nuk ka qenë musliman, nuk ka qenë besimtar, dhe ka me qenë njeriu me dënimin më të ulët në ahiret, por që është në xhehenem dhe nga nxehtësia vazhdimisht atij vlojnë trut. Ky i fundit që ka me hyrë në xhennet ka sipërfaqe hapësin të vetën se 10 herë toka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna, kush shpëton prej zjarrit të xhehenemit edhe hyn në xhennet, faqad faz, ai ka me fituar. Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Dhe jeta e kësaj bote tërheq vërejtjen e Allahu subhanahu wa taala, mos më mashtrua më saj. Edhe pse është detyrë besimtarëve që të kujdesen për miqenjen sa më të mirë të tyre në këtë dunjë, edhe në të kenë sa më shumë pasuni në këtë dunjë. Nga se në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, më mirë është mi ulon fëmijëve trashëgimin pasunisë se sa mos mi ulon për besimtarët. Por qëllimi ju nuk është dunjoja, qëllimi ju është ahireti. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Kur'an thot Allahu subhanahu wa taala hisën pjesën kohën jetës së bote kushtoja, por rëndësia është ahireti për shkak se wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Jeta e kësaj bote është jetë përjetim i shkurt, kohë e shkurt, vite të numëruara, ditë të numëruara, dhe ecja jon është çdo ditë e më afër vorreve. Ecja jon është çdo ditë e më afër vdekjes, dhe çdo ditë që kalon jemi më afër me dalë para Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala, Qul inna al-mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thua njerëzve e besimtarve, vdekja prej të cilës po ikni, asë vdekja nuk e dëshiron kërkush. Qul inna al-mawta allati tafirruna min, thuaj vdekja prej të cilës po ikni, e mundoheni mos me vdek, e merrni mosa shëndetësore, turlifare, me mujt me shtyhet diçka më shumë, ama nuk shtyhet, edhe pse mosat janë halal, të gjitha që janë halal, fa innahu mulaqikum, vdekja ka me në takue, gjithsesi prej neve.
قل إن الموت التي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Vdekja ka më kap, edhe keni më kthy te Allahu subhanahu wa taala, e Allahu hollësisht ka më na lajmëru edhe më na i dhon shpërblimet ose ndëshkimet mbas të asaj që i kemi vepruar. Faman absara falinafsihi wa man amiya fa alayha, thot Allahu, kushdo që i ka qelë syt për vete. Kushdo që e ka quajtur jetën ashtu që ka qenë dashur me jetu, e ka bë për vete. Kushdo që i ka mshël syt e s'ka dashur me një argumentet, ka me marrë gjithashtu ndërshkimin për vetën e vetë. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Kushdo që udhëzohet, thot Allahu, udhëzu për vetën e vetë. E kushdo që rrim devijim, gjithashtu ka me pa sherrin vetës vetë. Dhe ne nuk kemi më shpërblyje për veprat e të tjerëve, as nuk kemi ndëshku për gabimet e të tjerëve. Kullu nefsin bima kesebet rahina, gjithse cili njeri është peng, është i lidhur me veprimet e veta. Andaj është detyra jonia, është detyra gjithse cilit besimtar me u mundu me kalu jetën e kësaj bote në përputhje me atë që ka thënë Allahu dhe atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me krye obligimet e me bë mirë, me u largue prej harameve, mos me bë keq. Nëse këtë e bëjmë, shpëtojmë prej zjarmit të xhenemit, të him në xhennet. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.